Dje desha me postu diçka në TikTok. Edhe sa e hapa TikTokun mu shfaq një video. Një video për keqardhje. Një grup djem të ri që po rroheshin mes vete në midis të tunelit diku në Zvicër. Tani merr me njëherë këtu pyetja. Çka është më e rëndësishme? Kesh makina luksuze, kesh para, shtëpi të bukura, por mos t'jesh në gjendje ti menaxhosh emocionet e tua. Kur ti nuk je në gjendje me i menaxhu emocionet e tua, ti je gjithmonë në rrezik. As nuk të vyn makinat, as nuk duhen shtëpit, as nuk duhen parat, as një gjë, sepse ti kur si i vetëdijshëm për brendin tënde në reagimet e tua ndaj botës së jashtme, ti je më i varfër i person.